Jemi vetëm ne këtu, populli është sheshit, diaspora dhe gjithë bashkë. Flora tha shumë mirë që në 2010 na shequr e drejta e votës dhe kjo që vleti që këtu bëhet është e njëjta gjë. Nga ky sistem i poshtër që ne nuk na është dhënë e drejta e votës dhe na është hequr vota, po bëhet e njëjta gjë. Vota duhet të në popull, secili nga ju apo nga ne, apo dhe vetë duhet të ju zgjidhni sheshi dhe të na zgjidhni sheshi. Jemi shumë pak këtu, përsa shumë kemi atje jashtë. Ne duhet heqim dhe të shërnjosim të sistem që se kemi të drejtën e votës. Dhe kjo bëhet vetëm duke qenë atje në shesh, të gjithë bashkë, i bëjë thirrje gjithë popullit të çohet, edhe i bëjë thirrje Edi Ramës t'ja ndërheqen, sepse popullit nuk të donë më, ka marrë fund, ne jemi lodhur, ne jemi lodhur nga mashtrimet dhe mashtrimet e tuaj e tjerë, ka marrë fund. Dhe ju bëjë thirrje dhe ju që keni ardhur këtu, dikush nga zgjedhur, Arbini kishte zgjedhur, e falenderoj shumë Nazima që ka zgjedhur, por nuk kam se të jem këtu. Atë vendos populli dhe nga ne gjithë këtu nuk do ketë kryetar, do ketë një zë populli dhe zëri popullit do dalë atje. Kur jemi të gjithë bashkë, jo këtu, unë kam thënë shumë njerëz nga ky se ti për kullvojnë, po pak duhet popullin e sjellni vetëm ne këtu. Shumica e njerëzve se ti fare për të kullvojnë. Okej, vetëm doja të thoja, populli vendos vetë, ky mungon se shumica e njerëzve nuk e din dhe vetëm do ju bëja mundet të ndasni. Jo, le klasi, jo. Fol, bravo. Kena faleminderit. Unë doja vetëm të thoja, shumë faleminderit. Doja vetëm të thoja që veçpallje nuk ka. Veçpallje që po bëj unë, po ndaj unë, po mbet 500 veta shesh dhe po i them hajde jo. Populli vendos vetë. Kaq kisha, faleminderit. What the fuck, bro? Le klasë. Komunizëm mos e kthe. Lutem. Po e kthe komunizëm blu ku jep drejtën ka punë. Lutem. Ne sot të doj çfarë të doj. My God. E futë zjarrin të nisa. Lutem,